Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Falënderimet e përzemërta ja drejtojmë Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu për mirësitë e Tij të panumërta, e që kryesorja e Tij është mirësia e të qenurit pjesëtar të fesë së vetme të pranuar të Allahut, e cila është feja islame, të mirësia tjetër që është që të jemi ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Andaj salatet e selamet qofshin mbi Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij fisnik dhe mbi të gjithë besimtarët deri në ditën kur të dalim përpara Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Fillimisht me lejoni që t'ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mirësia, begatia, mirësita Allahu xhalla shanuhu qofshin mbi ju dhe mbi familjet e juaja. E më pas e shfrytëzoj rastin që t'ju them për hajna qoftë muaji I shenjtë I Ramazanit, duke e lutur Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu që këtë muaj ta bëj muaj të mëshirës, muaj të ibadeteve, muaj ku ne ta ndryshojmë veten tonë për të mirë drejt synimit, qëllimit kryesor që është arritja e kënaqësisë së Allahut xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Andaj ne si besimtar në jetën e përditshme të kësaj dunjaje, veprën kryesore që e bëjmë është që ne çdo adhurimin ton, çdo sakrificën ton, çdo fjalën ton, çdo mund që japim ne është që arritja e kënaqësisë së Allahut dhe për këtë jemi dërguar në këtë dunja. Andaj Allahu xhalla shanu na përmend neve se synimi kryesor I krijimit të njeriu në këtë jetë është adhurimi ndaj Allahut. Andaj po edhe në këtë Kur'an që ne e kemi përpara nesh, thot Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu: "Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'buduni", dhe nuk I krijova njerëzit dhe xhinët përveçse me qëllim që ta adhurojmë Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Andaj çdo ibadet që kryejmë, qoftë I vogël apo I madh, çdo gjë që e sakrifikojmë ne në jetën e përditshme të kësaj dunjaje, qoftë çmimi I saj shumë I madh apo shumë I vogël, nëse ne e kryejmë me një qëllim që është arritja e kënaqësisë së Allahut, atë kemi për të arritur nga ana Allahut. Shpërblimin kena për të arritur nga ana Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Andaj po edhe ky muaj në të cilën gjendemi ne, ky muaj I agjerimit, ky muaj ku besimtarët sakrifikojnë sendin, elementin kryesor të jetës së tyre, që është ushqimi, haja, pija dhe të ndryshme. Për këtë shkak Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu, në moment që besimtari e realizon këtë veprim madhështor që është agjerimi këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, atëherë ne padyshim se e meritojmë lavdërimin nga krijuesi jon. Ky Allah që në këtë Kur'an që ne e kemi na thot se ato besimtar që realizojnë shpërblimin, që realizojnë veprën dhe kanë qëllim që lavdërimin nga ana Allahut, janë ata besimtarë që thuajnë: "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin", se namazi im, veprat e mia, sakrificat e mia në këtë dunja, po edhe jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për hir të Allahut xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Andaj Allahu këtë vepër madhështore e lavdron për besimtarin. Allahu këtë muaj të rëndësishëm që është për besimtarët e ka lavdruar dhe e ka dalluar prej muajve tjerë. Është muaj I vetëm që përmendet në Kur'an me emrin e Tij, që në jetin kuranor Allahu na drejtohet dhe na thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran", muaj I Ramazanit është muaj në të cilën zbriti Kur'ani. Allahu I bashkoi dy komponente kryesore që është agjerimi I besimtarit dhe në të e lavdroi se në këtë muaj Allahu e zgjodhi që besimtarëve t'u asillte Kur'anin në mesin e tyre, t'u asillte dritën në mesin e tyre, t'u asillte udhëzimin që do ta kenë udhërrëfies për jetën e tyre, shpëtim në këtë dunja dhe shpëtim në motën kur të dalin përpara Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Mirpo nuk mbaron me kaq. Allahu na drekon dhe na thot se ky muaj në të cilën gjendemi ne tash është muaj ku Allahu xhalla shanuhu e përmendi në ajetin kuranor tjetër ku thot: "Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun". Juve, o besimtarë, është bërë obligim agjerimi muajit të Ramazanit, ashtu sikur se ishte obligim për popujt që ishin përpara jush, me vetmin qëllim cili është la'allakum tattaqun, që ndoshta ju të bëhej të devotshëm. Pra Allahu e lidhi devotshmërinë me muajin e shenjtë të Ramazanit. Kjo nglidhje e ngushtë që Allahu na tregon neve se ju as besimtar, nëse doni që të jeni të devotshëm, e devotshmëria është arritja e kënaqësisë së Allahut, që ne të jemi robër
ndaj Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu, dhe andaj Allahu e nglidhi ngushtë muajin e shenjtë Ramazanit me devotshmëri ndaj Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu. Prandaj kur afrohesh te muaji i shenjtë Ramazanit, kur vjen te ky muaj i bereqetshëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky njeri që ishte udhërfyes për ne, ky pejgamber që na tregoi se si të jetojmë, si të veprojmë, si të ushqehemi dhe të ngjashmë me këto në moment që vjen te muaji i shenjtë Ramazanit. Afrohesh te ky muaj i bereqetshëm, në fytyrën e tij vërrehesh të gëzimi i madh që e kishte dhe dilte tek shokët e tij dhe i përgëzonte me fjalën ka ja'akum Ramadanu, juve o besimtar, o shokët e mi, ju erdhi Ramazani, shahrun mubarakun, muaj i bereqetshëm. Andaj e vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e la me kaq, tha është muaj në të cilën Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu i hap dyert e xhennetit, është muaj në të cilën Allahu xhelle shanu i mbyll dyert e xhehenemit, është muaj në të cilën Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu i prangos gjajt e mallkuar, është muaj që Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu e bëri dhe nuk e la me kaq, po ja dha një vlerë ende më të madhe, një vlerë që nuk krahasohet me muaj tjerë, një vlerë që nuk krahasohet me ditët tjera. E cila është kjo? Tha Allahu xhelle shanu wa xhelle xhelalu, në këtë muaj është një natë e cila më vlerën e ka sa 1000 muaj. Prandaj të dashur besimtar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon neve se ne si besimtar e kemi diamantin në dorën tonë, e kemi mundësinë në dorën tonë, e kemi shpëtimin në dorën tonë. Andaj ky agjerim që jemi duke e kryer, ky ibadet që jemi duke e mbajtur ne tash, është mundësia e art që ne të arrijmë kënaqësinë e Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon në hadithe të tjera dhe na e bën të qartë, si një hadith prej tyre që është se shkoi një shok i të dërguarit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili e kishte emrin Ebu Umame el-Baqiliu, dhe i tha o i dërguari Allahut, më trego për një ibadet, i cili është ibadet që ka vlerë të madhe tek Allahu xhelle shanu dhe nuk shpërblet sikur asnjë ibadet tjetër. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, agjero. Mirpo ky sahabi, ky shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk u mjaftua me kaq dhe i tha o i dërguari Allahut, më trego edhe për një ibadet tjetër që e ka vlerën e madhe sikurse agjerimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, o Ebu Umame, agjero, sepse sikur agjerimi nuk ka asnjë ibadet tjetër tek Allahu xhelle shanu, sikurse agjerimi nuk ka asnjë ibadet që të afron tek Allahu xhelle shanu wa xhelle xhelalu, sikurse agjerimi nuk ka asnjë ibadet që arrihet kënaqësia Allahu xhelle shanu wa xhelle xhelalu. Kjo nuk mbaron me kaq të nderuar besimtar. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vazhdon dhe na tregon se çdo vepër që e kemi ne në jetën e dunjas nuk mbaron me kaq. Mirë po një vepër tek Allahu shpërblehet me 10 fish, derisa një vepër mund të shpërblehet deri në 700 herë sikur sa ajo vepër. Mirë po, është një vepër që Allahu xhelle shan nuk na tregoi se çfarë shpërblimi ka kjo. Për këtë shkak thot në hadithin kutsi, Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu, për çdo vepër u kam treguar shpërblimin e saj, illa somu, përveç agjerimit, fa innahu li, ai është për mua, wa ana ajziu bihi, dhe unë shpërblej për agjerimin, ashtu sikur se din Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu. Andaj nëse do t'i përmendim vlerat e mëdha të këtij muaji të shenjtë Ramazanit, nuk do të mjaftoheshim me këtë mesazh të shkurtër që e kemi para nesh. Mirë po, kryesorja që dua të përçoj juve, mesazhin kryesor që dua t'ia jap juve të dashur besimtar, është se Allahu xhelle shanu wa xhelle xhelalu na e dha në dorën tonë, kemi mundësinë që ta ndryshojmë veten tonë, që ta ndryshojmë jetën tonë, që të afrohemi tek krijuesi jon, që të afrohemi tek qëllimi, synimi kryesor i jetës tonë, që është arritja e kënaqësisë Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon në hadithin e tij se shpërblimi i Allahut është në dorën tonë. Prandaj tha, men sama Ramadanan imanun wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kush e agjeron Ramazanin duke qenë i bindur dhe duke qenë i bindur në shpërblimin e Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu, i falen mëkatet e tij. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e la me kaq, mirë po vazhdoi Muhamedi alayhis salam duke thënë inna fil jannati babun, se me të vërtet në xhennet e kemi një derë që emrin e saj e ka Rayyan, në të kanë për të hyrë agjeruesit dhe në moment që mbarojnë agjeruesit në të nuk ka mundësi që të hyjë ndonjë besimtar tjetër përveç atyre që agjeruan. Andaj të dashur besimtar, e kemi momentet e këtij muaji të shenjtë Ramazanit, e kemi në dorën tonë agjerimin e shenjtë Ramazanit, duke qenë të bindur se ne do të arrijmë kënaqësinë e Allahu xhelle shanuhu nëpërmes kësaj vepre. Andaj në këto momente të fundit të kësaj dite të bereqeshme të Ramazanit, e lutim Allahun xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu duke qenë të bindur në pranimin e duas tonë, sepse Allahu na garantoi se për besimtarin ka një dua të pranuar për çdo ditë. Dhe nuk e la me kaq,
duke na thënë neve edhe më shumë se kjo, se për besimtarin Allahu xhelleshanu ve xhelle xhelalu ka përgatitur dy gëzime. Një gëzim është në jetën e kësaj dynjaje, në momentin që ne e hapim dhe çelim iftar, dhe momentin e ditë Allahu xhelleshanu për ne si agjirues e ka lënë në ditën kur të dalim përpara Allahu xhelleshanu dhe kur ta takojmë Zotin ton, krijuesin ton, dhe të dalim ball hapur duke i thënë o Zoti jon, ne agjiruam për ti, andaj tash e presim shpërblimin tënd, andaj tash e realizuam ne agjirimin në dynja, tash e kërkojmë i cili është xheneti Allahu xhelleshanuhu ve xhelle xhelalu. Prandaj në fund e lutim Allahun xhelleshanuhu ve xhelle xhelalu që të na i ketë pranuar ibadetet tona. E lutim Allahun xhelleshanuhu ve xhelle xhelalu që të na bën prej atyre besimtarëve që kënaqësia e Allahut ta arrijmë nëpërmes të agjirimit që jemi duke e bërë. E lutim Allahun xhelleshanuhu ve xhelle xhelalu që neve takimi jon të jetë në Xhennatul Firdaus. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.